listat e zgjedhësve. Dhe këto janë disa nga çështjet kryesore që kanë shqetësuar në të kaluarën dhe kanë përbërë motiv të mjaftueshëm deri diku për pasur shqetësime legjitime lidhur me ushtrimin e drejtës së votës nga qytetarët. Janë jo pakta rastet kur qytetarët shfaqeshin në qendrat e votimit dhe nuk e gjenin qendrën e votimit dhe as emrin në listën e zgjedhësve. Janë një pakta rastet kur qytetarët nuk arrinin dot të ushtronin të drejtën për të zgjedhur vetëm për shkak të mangësive, pasardhësive, herë rastësore, herë të qëllimshme në listat e zgjedhësve. Janë një të pakta rastet kur kontestimet kanë qenë lidhur me vendosjen e qendrave të votimit. Janë një të pakta rastet kur në zonat caktuara është cënuar në themelë e drejta e qytetarëve për të zgjedhur dhe standardi i zgjedhjeve të tjera dhe të ndershme për shkak të punës mangët apo për shkak të punës keq organizuar të njësive vendore. Nga momenti kur shumica juaj kanë marrë detyrën, zgjedhjet e ardhshme janë zgjedhjet e para që ju bie bara të organizoni dhe këtu kanë fjalën për përfaqësuesit e njësive vendore, bashkive, që e marrin detyrën për herë të parë. Dhe ndërkohë janë zgjedhje me detyrim maksimal për mbushur të gjitha standardet më të larta për zgjedhje demokratike, të lira dhe të ndershme. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë një punë voluminoze për saktësimin e listave të zgjedhësve. Sot, shtetasit pa adres, pra ata që në listat zgjedhore ishin me kode numerike, 88899 shumë e radhë, janë rreth 40.000 më pak. Janë rreth 40% më pak, ose rreth 100.000 më pak. Kjo është pak në raport me atë që duhet të bëjmë, por është ende në proces e gjithë puna që po bëhet në çdo njësi vendore për regjistrimin e adresave dhe për përputhjen e listës shtetasve, regjistrit të shtetasve, me regjistrin e adresave. Procesi i cili në fund të ditës do na jap mundësinë të kemi lista zgjedhore të pakontestueshme, lista zgjedhore tërësisht të identifikueshme, pa shtetas që janë të pa identifikuar lidhur me adresën, dhe mbi të gjitha do të garantoj dhe do të lidh në mënyrë definitive zgjedhësin me qendrën e votimit ku do të votojë. Nga ana tjetër, është bërë një punë jo e vogël si me procesin e popullimit, pra me lidhjen e, siç e thash, të regjistrit të gjendjes civile me regjistrin e adresave, por nga ana tjetër është ende në fuqi afati për ndryshimin vullnetar të gjendjes civile, gjë që do të ndihmojë qytetarët të rregullojnë vullnetarisht banesën e tyre permanente, pra adresën e tyre permanente me regjistrin e shtetit. Dhe jemi ndër pakta vendet që kemi dy realitete, një në letër dhe një në jetën e përditshme, një Shqipëri në letër dhe një Shqipëri në jetën e përditshme, me njerëz që diku banojnë dhe diku kanë gjendjen civile, dhe që për shkaqe nga më ndryshmet, përfshirë dhe penalitetet deri dje nuk e kanë ndryshuar. Është kjo arsye që miratuam një ligj në parlament, është kjo arsye që sot qytetarët mund të ndryshojnë gjendjen civile dhe ta përputhin me të vërtetën e tyre të përditshme, pa pasur asnjë penalitet. Është kjo arsye pse kemi vendosur në ligj që pas afatit të caktuar, ata që nuk e kanë ndryshuar gjendjen civile dhe ta përputhin atë me adresën permanente, do të kenë penalitete. Nga ana tjetër, janë ulur me 7 fish duplimet në listat zgjedhore. Kanë qenë diku te 4700 dhe ndërkohë janë 7 herë më pak dhe po vazhdon puna për heqjen e dublimeve në listat zgjedhore. Edhe ky ka qenë një shqetësim jo i vogël. Janë një të pakta raste ku qytetarët shfaqeshin në qendrën e votimit dhe ndodhte që e kishin emrin në 2 qendra votimi. Kjo është një ndër detyrat që duhet ta çojmë patjetër përpara në mënyrë që të mos ndodhë më që të ketë qytetarë të pabarabartë në raport me drejtën për të zgjedhur. Të gjithë kanë një votë, të gjithë duhet të ushtrojnë të drejtën e votës,
por nuk mund të ketë më në Republikën e Shqipërisë qytetar që mund të kenë 2 vota. Pra është edhe kjo një punë kolosale që do bëjmë bashkë, në mënyrë që në çdo njësi listat jenë të pastra, nga çdo pasaktësi dhe mbi gjitha nga çdo dublim, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Detyra e tretë që është, besoj, detyra themelore në këtë kuadër, është njoftimi i zgjedhësve për qendrën e tyre të votimit. Ky ka qenë detyrim ligjor në të kaluarën, nuk është ushtruar kurrë në njësitë vendore. Ndaj Ministria e Punëve të Brendshme ka planifikuar dhe transferon nga sot një buxhet të caktuar për çdo bashki, në mënyrë që të organizohen grupe të caktuara me operatorë dhe mbi gjitha me ekipe që do të trokasin ndër për të njoftuar zgjedhësit për qendrën e tyre të votimit. Kjo do të ndihmojë zgjedhësit kuptojnë ku duhet votojnë, ku do ushtrojnë drejtën e tyre për të zgjedhur, të dinë adresën e qendrës votimit dhe mbi të gjitha të kenë mundësi të sqarojnë çdo pasaktësi, qoftë lidhur me listat, qoftë lidhur me qendrën e votimit. Ka pasur përpjekje në të kaluarën, cilat kanë qenë sporadike, lidhur me njoftimin e zgjedhësve për qendrën e votimit. Ne po institucionalizojmë dhe po e themi në detyrë primare për pushtetin vendor, njoftimin e zgjedhësve shtëpi. Nga sot, çdo bashki do ketë buxhet të përcaktuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në dispozicion për çdo njësi vendore, që me ekipe të caktuara dhe me formatin e caktuar, të trokitet në çdo derë për të njoftuar zgjedhësit lidhur me qendrën e tyre të votimit. Në rastin kur zgjedhës të caktuar e kanë qendrën e votimit jo aty ku banojnë, është patjetër vlen patjetër rregulli për të ndryshuar adresën dhe për të përkuthur adresën me vendin ku personi do votojë. Kjo gjithsesi mbetet përpjekje vullnetare e qytetarit, në rast se nuk do dojë, ka penalitete, por është përsëri përpjekje vullnetare e qytetarit. Unë besoj kjo është nga detyrat më të rëndësishme që ka çdo bashki dhe çdo njësi administrative nga sot e deri ditën e zgjedhjeve, sepse kemi detyrimin madhor për të garantuar që çdo qytetar duhet të thotë zërin e tij, duhet shpreh vullnetin e tij në zgjedhje, dhe ne kemi detyrimin ta garantojmë që kjo të ndodh pas një pengese artificiale, qoftë rastësore, qoftë aq më keq e qëllimshme. Çdo bashki, pavarësisht kryetarit të bashkisë dhe përkatësisë politike, ka detyrimin institucional të shërbejë zgjedhësve në mënyrë të njëjtë dhe të barabartë dhe pa asnjë dallim. Ka disa përpjekje, të cilat janë për të dënuar nga disa bashki të caktuara, të cilat po përpiqen të keq përdorin të drejtën ligjore që kanë për të shërbyer qytetarëve, duke i keq informuar qëllimisht për qendrën e votimit. Kjo ka ndodhur në disa raste, policia shtetit do bëj referimet për kacë e prokurori, por ky është motivi mjaftueshëm për të kuptuar sjelljen ose të paktën për të rritur vetdijen tuaj lidhur me sjelljen e institucionit që secili prej jush drejton në raport me zgjedhësit që kanë në njësinë e vet. Ndaj është shumë e rëndësishme që të gjithë përpjekjet për të njoftuar zgjedhësit në qendrën e votimit ne ta institucionalizojmë. Do kemi një buxhet të përcaktuar, ekipe të caktuara në çdo njësi, të cilat duhet në drejtimin tuaj të trokasin ndër dhe të njoftojnë zgjedhësit. Kjo punë do monitorohet nga Ministria e Punëve të Brendshme, do ka mekanizma për të monitoruar implementimin e këtij projekti në çdo njësi, në mënyrë që të garantojmë bashkërisht dhe pa asnjë dallim të drejtën për të zgjedhur të çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë. Kjo është nga ato detyra që nuk pret, është nga ato detyra që duhet ishte bërë në të kaluarën, është nga ato detyra që garanton zgjedhje të lira dhe ndershme, është nga ato detyra që përjashton nga detyrimi institucional që ka çdo njësi, çdo debat lidhur me zgjedhjet e ardhshme dhe mbi të gjitha i jep mundësi çdo njësie vendore, çdo bashkie të bëjë të implementojë detyrimin që ka në raport me zgjedhësit në njësinë e vet, që të ushtrojnë të lirë dhe pa asnjë deformim dhe mbi të gjitha pa asnjë pengesë të drejtën për të zgjedhur. Ky është angazhimi ynë për zgjedhjet e ardhshme, si detyrimi ynë për të organizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe mbi të gjitha pa asnjë problematik që kemi parë në të kaluar dhe që kemi detyrimin përballë qytetarëve që ta zgjidhim një herë mirë. Unë dua t'ju falenderoj për angazhimin,
kjo është pas një diskutim të rrjedhë hapur dhe mirëpres çdo sugjerim tuaj lidhur me këtë çështje ose çdo çështje tjetër që lidhet me zgjedhjet. Dhe jam shumë optimist që me këtë buxhet që alokohet për ju dhe me ekipet në çdo njësi do njoftohet deri në çdo qytetar duke bërë ato që nuk është bërë kurrë në të kaluarën për të garantuar që qytetarët votojnë në mënyrë të lirë dhe për pasur zgjedhje me standarde sa më të larta për zgjedhje të lira dhe të ndershme në vendin tonë. Ju falenderit, Tryeza është për ju. Zoti Ministër, faleminderit që na mbrodhët për sot në kohën e dur për një moment të rëndësishëm, që është problemi i zgjedhjeve, është problem madhor. Dhe sa më mirë shkon ky proces, aq më faqe bardhë kemi ne që drejtojmë ky proces për të saktuar për të gjitha problemet që ju shprehni. Në të gjitha reale dhe një buxhet i domosdoshëm do ta shtojmë për shumë projekte në një administratë bashkie, cila nuk ishte gjendje ta mbullote 100% të pusha që tepër që është për zgjeruar dhe harta e bashkisë. Unë kam një problem që e kam thënë ka herë, ose e kam gabim ose kërkoj një zgjedhje. Lista të zgjedhësve për të zgjedhur të gjenës civile është me detyrimin e gjenës civile. Për të firmos kryetari i bashkisë në listë të zgjedhësve. Kam pas biseduar dhe në OSB dhe me këto tjera. Pra, në rast aty ka një gabim, ose me dashje, ose pa dashje, ne jemi personat përgjegjës, pa pas asnjë lloj ndaj dhe as kontrollojmë, as ndryshojmë, as të rregullojmë, as sistemojmë. Nuk di nëse në këtë udhëzimin e ri ka në dyshim në këtë punë, apo ne do të kemi përgjegjës me gjitha kompetencat e tona që kemi në këtij problemi. Ka qenë një problem i shtuar dhe në OSB, po jetoj një zgjedhje. Gjëja më saktë kësaj që ju sa përmendet zoti ministër, është se duke i ftuar njerëzit në zgjedhje, duke shpërndarë ftesën, ne saksojmë të adresat, saksojmë edhe ato që i kemi në qytet, në rajon apo në njësitë administrative, dhe njëkohësisht duke i pasur, duke bërë edhe një krejë të re të listave, ashtu siç edhe kërkohet për shku që asnjë qytetar që është i gatshëm për votu, mos ketë maksi nga ana për shtetin qytetar. Faleminderit për takimin, faleminderit edhe për çka është përmirësuar totalisht në raport. Përshëndetje të gjithëve. Unë dëshiroj të falenderoj ministrin për këtë iniciativë që ka marrë për të mbledhur disa prej aktorëve që kanë rol për të luajtur në drejtim të organizimit të zgjedhjeve të ardhshme, siç janë prefektët dhe kryetarët e bashkive. Unë kam pasur fatin që në pozicion e kryetarit të bashkisë të merrem me pjesën e zgjedhjeve dhe në zgjedhjet më pashme, po kuptohet situata e tanishme është e ndryshme, pasi pas qershorit të 2015-s ne administrojmë një territor shumë të madh, pra jo vetëm qytetet, po edhe zonat rurale, pra ballafaqohemi me situata dhe me problematika të ndryshme që kanë lidhje me zgjedhjet. Një pjesë për të cilave ministri i përmendi që janë çështja e evidentimit të gjithë personave dhe adresave të tyre,
personave që janë listat e votimit dhe dëshiroj ta falenderoj qeverinë dhe ministrin për nismën që kanë marrë për të çekuar edhe një herë adresat e personave në territor. Pjesën e shpërndarjes të njoftimeve të përzgjesit ne kemi bërë dhe herët e kaluara, por për shkak se nuk ka pasur një buxhet, kemi qenë detyruar ta përballojmë me anën e punonjësve të bashkisë, gjë që ka rezultuar të jetë shumë e vështirë, prandaj dhe iniciativa e ministrit për të alokuar një buxhet caktuar për bashkitë me qëllim që përveç stafeve të tyre të kenë mundësi të angazhojnë edhe persona të tjerë nga jashtë bashkisë në qëllim që procesi i njoftimit të zgjedhjeve të kryhet në kohë dhe me përgjegjësi në të gjithë territorin. Pra është një iniciativë besoj për të përgjizuar dhe që do të na ndihmojë shumë, ndërkohë që ne jemi duke punuar edhe për të adresuar problematika të tjera, siç janë ato të qendrave të votimit, të cilat duhet të jenë të përshtatshme, e kështu me radhë me qëllim që krimin ose dhënien e infrastrukturës të nevojshme për komisionet e zonave të votimit, ZAZ, pra kanë një sër procesesh, për cilat ne jemi duke bashkëpunuar edhe me Ministrinë e Brendshme, po dhe me KSZ me qëllim që ky proces, pra procesi i zgjedhjeve, i realizimit të këtyre votimeve të kryhet në standard, brenda standardeve ndërkombëtare. Falenderoj edhe një herë ministrin për iniciativën dhe shpreh gatishmërinë tonë për të bashkëpunuar ashtu si deri më sot me qëllim të përmbushjen në kohë dhe në standard të këtij procesi. Faleminderit.